shqiptarë duhet të kenë diçka parasysh. Që janë zakonisht shumë të ekspozuar. Pra, qytetarët shqiptarë janë më të ekspozuar si qytetarët e Bashkimit Evropian, si qytetarët e Shtetit Bashkuar të Amerikës, për arsyën e thjeshtë se të gjitha dhënat tona personale fatkeqësisht janë politike. Pas hakerinave që ndodhen tek i Albania tek Akshi, pas hakerinave që ndodhen tek takim taksat e tjera e tjera, qytetarët shqiptarë janë totalisht të zhveshur me privacy. Pra, çdo haker nga çdo kënd i botës e ka shumë të thjeshtë të marrë dhënat tona personale. Qofshin këto ID, qofshin këto adresa emaili, telefona e tjera. Duhet pas këtë gjë parasysh, duhet të kemi kujdes nga çdo mesazh që marrim, nga çdo email që marrim, nga çdo gjë që na shkruhet në rrjetet sociale. Siç e dim tani më, përdorimi i inteligjencës artificiale e ka bërë hakerimin dhe më pakufis se çka qenë, sepse një person nga India mund të shkruajë një shifre perfekte për të bindur për të kryer veprime të caktuara. Qytetarët duhet të kenë parasysh që çdo mesazh që i vjen në telefonin e tyre nuk ka rëndësi në çfarë platforme marrë. Nëse ky mesazh është urgjent, pra kërkohen veprime urgjente. Nëse ky mesazh ju ofron ofertat që dalin jashtë logjikës së tregut, pra diskonto 90-95% me çmimi origjinal është 1.000 euro, po ju do merrni për 30 euro nëse paguani me 40 vitesh etj. Çdo mesazh i cili ju kërkon të plotësoni dhëna personale, çdo mesazh i cili ju kërkon të plotësoni dhëna bankare, çdo mesazh i cili vjen nga institucione shtetërore ose nga banka, ne e dim që dhe banka dhe institucione shtetërore siç është policia, prokuroria e tjerë, nuk do i kontaktojë këtë mesazh, duhet të fshihen dhe duhet të injorohen. Në raste kur qytetarët bien prej e këtyre fushatave të hakerimeve, gjëja e parë që duhet bëjnë duhet të denoncojnë pranë organeve diçkastuese. Pra duhet të shkojnë në polici të bëjnë denoncimin, në mënyrë që dhe institucionet të kuptojnë që kemi një sulm ndaj qytetarëve shqiptarë, të marrin masa ose minimalisht të informojnë dhe qytetarët përmes kanaleve të tyre, qofshin to rrjetet sociale, mediat,